Po sikur të them se energjia negative në shtëpinë tënde nuk erdhi rastësisht. Po sikur ajo të jetë rezultati disa gjërave që po bën çdo ditë, pa e kuptuar. Shumica e njerëzve mendojnë se energjia negative vjen nga jashtë, nga njerëzit, nga situatat, nga fati. Por e vërteta është më e thellë. Sepse ndonjëherë ajo fillon brenda shtëpisë. Nga zakone të vogla, nga veprime të përditshme, nga gjëra që duken të padëmshme, por që me kalimin e kohës krijojnë një ambient të rëndë. Dhe problemi është ky. Kur kjo energji fillon të grumbullohet, ti nuk e veren me njëherë, por e ndjen, në mënyrën si mendon, në mënyrën si reagon, në mënyrën si ndihesh pa arsye. Në këtë video do të zbulosh disa nga gabimet më të zakonshme që sjellin energji negative në shtëpi. Dhe pse është shumë e rëndësishme ti kuptosh tani. Sepse ajo që nuk ndryshon, vazhdon të ndikojë. Dhe ndoshta, disa nga këto gabime janë duke ndodhur pikërisht tani. Gabimi i parë është më i zakonshmi, dhe pothuajse askush nuk e veren. Është rrëmuja. Jo vetëm rrëmuja fizike, por ajo që qëndron për një kohë të gjatë pa u prekur. Objekte të vjetra, gjëra të panevojshme, sendet që nuk i përdor më, por që ende i mban. Në pamje të parë, duket diçka e vogël, por në të vërtetë, kjo krijon një nga burimet më të mëdha të energjisë së rënd në një shtëpi. Sepse çdo objekt mban një lloj energjie, dhe kur ato grumbullohen pa qëllim, pa rregull, pa lëvizje, ajo energji ngec. Ajo nuk qarkullon më. Dhe kur energjia nuk lëviz, ajo fillon të bëhet e rëndë. Kjo është arsyeja pse ndonjëherë ndihesh i lodhur pa arsye kur je në shtëpi, ose pse ndjen një presion të lehtë edhe kur gjithçka duket normale. Sepse ambienti nuk është më i pastër, është i mbushur. Dhe pa e kuptuar, ti po jeton brenda kësaj ngarkese çdo ditë. Por lajmi i mirë është, kjo është një nga gjërat më të lehta për të ndryshuar. Dhe kur e bën, ndryshimi ndihet menjëherë. Gabimi i dytë nuk shihet, por ndjehet shumë më thellë. Është mënyra si flitet brenda shtëpisë. Fjalët që përdor çdo ditë kanë më shumë ndikim se sa mendon. Ato nuk janë thjesht komunikim, ato janë energji që mbush hapësirën ku jeton. Kur një shtëpi është e mbushur me ankesa, kritika, tone të ashpra apo tension të vazhdueshëm, kjo energji nuk shtuket, ajo qëndron. Ajo grumbullohet në ajër, në mure, në ndjenjat e njerëzve që jetojnë aty. Dhe me kalimin e kohës, kjo bëhet normale. Fillon të ndihesh i lodhur emocionalisht pa e kuptuar pse. Reagon më shpejt, tensionohesh më lehtë, sepse ambienti ku jeton po të ushqen çdo ditë me atë energji. Dhe pjesa më e rrezikshme është kjo. Shumë njerëz nuk e kuptojnë që janë duke e krijuar vetë këtë atmosferë. Një fjalë vetme negative mund të mos duket shumë, por kur përsëritet çdo ditë, ajo ndryshon gjithçka. Dhe nëse nuk ndalet, kjo energji bëhet pjesë e shtëpisë. Por në momentin që fillon të ndryshosh mënyrën si flet, fillon të ndryshosh gjithçka rreth teje. Gabimi i tretë është më i fshehtë, por shumë i fuqishëm. Është ajo që lejon të hyjë në shtëpinë tënde nga jashtë. Njerëzit që fut brenda, energjia që ata mbartin, ndjenjat që sjellin me vete. Jo çdo energji është e njëjtë. Disa njerëz sjellin qetësi, të tjerë sjellin tension, negativitet, lodhje emocionale. Dhe ndonjëherë, pa e kuptuar, ti e hap derën për këtë energji, sepse sheh vetëm personin, por jo atë që ai mbart. Dhe pasi largohet, ajo që ai solli mbetet, në atmosferë, në ndjenja, në mënyrën si ndihet shtëpia. Kjo është arsyeja pse ndonjëherë, pas një vizite, gjithçka duket më e rëndë. Mendimet ndryshojnë, qetësia zhduket, ambienti bëhet i ngarkuar, dhe ti nuk e lidh menjëherë me atë që ndodhi, por nuk është rastësi, sepse energjia nuk qëndron vetëm tek njerëzit, ajo përhapet në hapësirë. Dhe nëse nuk je i vetëdijshëm për këtë, fillon të grumbullohet. Prandaj është e rëndësishme të jesh i kujdesshëm, jo me frikë, por me vetëdije, sepse ajo që lejon të hyjë, bëhet pjesë e asaj që jeton çdo ditë. Gabimi i katërt nuk vjen nga jashtë. Ai fillon brenda teje. Janë mendimet që mban çdo ditë,
sidomos kur je vetëm në shtëpinë tënde. Sepse shtëpia nuk ndikohet vetëm nga ajo që ndodh fizikisht, por edhe nga ajo që ti mendon. Nëse mendimet janë të mbushura me frikë, shqetësim, dyshim apo negativitet, kjo energji nuk qëndron vetëm në mendjen tënde. Ajo përhapet, ajo bëhet pjesë e ambientit. Dhe sa më shumë që këto mendime përsëriten, aq më shumë ato ngjiten në hapësirën ku jeton. Kjo është arsyeja pse ndonjëherë, edhe kur je vetëm, ndihesh i rënduar, jo sepse ka diçka jashtë, por sepse ajo që është brenda teje po ndikon gjithçka rreth teje. Dhe pjesa më e vështirë është kjo. Nuk është gjithmonë e lehtë ti kontrollosh këto mendime, por është e mundur ti vëzhgosh, sepse në momentin që bëhesh i vetëdijshëm për to, fillon të krijosh një distancë, dhe në atë distancë fillon ndryshimi, sepse shtëpia jote reflekton atë që ndodh brenda teje, dhe nëse ndryshon brenda, fillon të ndryshojë gjithçka jashtë. Gabimi i pestë është më i rrezikshëm nga të gjithë, sepse nuk ka të bëjë me atë që nuk di, por me atë që tashmë e di dhe nuk e ndryshon. Ka momente kur e ndjen qartë që diçka nuk është në rregull në shtëpinë tënde. E ndjen në atmosferë, në mënyrën si mendon, në mënyrën si reagon. E kupton që disa gjëra duhet të ndryshojnë, por nuk vepron. E shtyn për më vonë, i thua vetes, do merre me këtë një ditë tjetër, do kaloj vetë. Por nuk kalon, sepse energjia nuk ndryshon vetë. Ajo qëndron derisa ti vendos ta ndryshosh. Dhe çdo ditë që pret, ajo bëhet më e fortë, më e pranishme, më e zakonshme, derisa fillon ta pranosh si normale. Dhe kjo është pika më e rrezikshme, sepse kur diçka negative bëhet normale, ajo fillon të kontrollojë gjithçka. Por e vërteta është kjo. Ti ke fuqinë për ta ndalur këtë në çdo moment. Jo nesër, jo më vonë, por tani. Sepse ndryshimi nuk fillon kur e mendon. Fillon kur vendos të veprosh. Tani që i kuptove këto gabime, lind një pyetje e rëndësishme. Çfarë mund të bësh për ta ndryshuar këtë? Sepse të dish nuk mjafton. Ndryshimi fillon vetëm kur vepron. Dhe hapi i parë nuk është i komplikuar, por është i fuqishëm. Është vendimi. Vendimi për të mos e lejuar më këtë energji të qëndrojë në shtëpinë tënde. Vendimi për të ndryshuar atë që ke toleruar deri tani. Sepse çdo ndryshim i madh fillon me një vendim të vogël. Një moment kur thua mjaft. Dhe kur e bën këtë, diçka ndryshon menjëherë. Jo sepse gjithçka zhduket në një sekond, por sepse ti nuk je më pasiv. Ti nuk je më duke pritur që gjërat të ndryshojnë vetë. Ti fillon të krijosh ndryshimin. Dhe kjo është pika ku gjithçka fillon të lëviz, sepse energjia reagon ndaj veprimit. Dhe në momentin që ti vepron, ajo fillon të ndryshojë. Veprimi i parë është më i thjeshti, por një nga më të fuqishmit. Pastrimi. Jo vetëm për të rregulluar shtëpinë, por për të çliruar energjinë që ka mbetur e bllokuar. Fillon me gjëra të vogla. Hap dritaret, lejo ajrin të hyjë, lejo dritën të depërtojë në çdo cep, sepse aty ku hyn drita, energjia fillon të lëviz. Pastaj shiko rreth teje. Çfarë mban që nuk të shërben më? Çfarë ka mbetur aty vetëm nga zakoni? Çdo objekt që nuk ka më vend në jetën tënde, mban një energji të vjetër. Dhe kur e largon, nuk po heq vetëm një send, po çliron hapësirë, po krijon vend për diçka të re. Dhe kjo ka më shumë dikim se sa duket, sepse çdo gjë që largon, lejon energjinë të qarkullojë më lirshëm. Dhe kur energjia fillon të lëviz, shtëpia fillon të marrë frymë përsëri, dhe bashkë me të, e veti. Pastrimi është vetëm fillimi, sepse nëse nuk krijon mbrojtje, energjia negative mund të kthehet përsëri. Dhe këtu hyn hapi tjetër, mburoja. Jo një objekt, jo diçka fizike, por një gjendje që krijon çdo ditë. Fillon me qëllimin. Vendos qartë brenda vetes. Kjo shtëpi është një vend paqeje, një vend qetësie, një vend ku energjia negative nuk qëndron. Dhe përsërit e këtë, sepse ajo që përsëritet, forcohet. Pastaj vjen vëmendja. Kujdes se çfarë lejon të hyjë. Njerëz, fjalë, situata. Jo me frikë, por me vetëdije, sepse çdo gjë që hyn, lë një gjurmë. Dhe sa më i vetëdijshëm të jesh,
aq më e fortë bëhet mbrojtja jote. Me kalimin e kohës, kjo nuk është më një përpjekje, bëhet natyrë, dhe shtëpia jote fillon të ndihet ndryshe, më e lehtë, më e qetë, më e mbrojtur, sepse nuk po reagon më ndaj energjisë, po e drejton atë. Tani e kupton. Energjia negative nuk është diçka e largët. Nuk është diçka që ndodh rastësisht. Ajo krijohet, ajo lejohet, ajo qëndron kur nuk ndërhyhet. Dhe ndoshta për herë të parë po e shef këtë më qartë. Jo për të friksuar, por për të zgjuar. Sepse çdo gjë që po ndodh në shtëpinë tënde ka një arsye. Çdo ndjesi që ke pasur nuk ka qenë pa kuptim. Dhe tani ke diçka që nuk e kishe më parë. Vetëdien. Dhe vetëdia është fillimi i çdo ndryshimi të vërtet. Sepse kur sheh qartë, nuk mund të vazhdosh si më parë. Nuk mund të injorosh. Nuk mund të pretendosh se nuk e di. Dhe kjo është një gjë e mirë. Sepse tani nuk je më i bllokuar. Je në një pikë ku mund të zgjedhësh. Të vazhdosh si më parë, ose të ndryshosh drejtimin. Dhe tani, gjithçka varet nga ti. Jo nga rrethanat, jo nga njerëzit, jo nga ajo që ka ndodhur deri tani, por nga ajo që vendos të bësh pas këtij momenti. Sepse shtëpia jote nuk është vetëm një vend ku jeton, është një reflektim i asaj që lejon dhe asaj që zgjedh të ndryshosh. Dhe nëse sot vendos të mos pranosh më energji negative, nëse vendos të krijosh paqe, nëse vendos të mbrosh atë hapësirë, atëherë ndryshimi tashmë ka filluar. Jo nesër, jo një ditë tjetër, por tani, sepse disa mesazhe nuk vijnë rastësisht. Dhe ndoshta, ky ishte një prej tyre. Dhe ndoshta, kjo ishte momenti yt.